YouTube-i, mirë se erdhët në një video të re dhe mirë se erdhët në vlogun tim. Thash ta hap kamerën tani, sepse neve sa po na erdhi një ide momentale që të ikim në Tiranë. Sot është e enjte, është ora diku tek duke shku 7, 6:30 kështu, dhe më shkoj menja mu për sushi. Ne kemi dy vendet tona të preferume për sushi, që është një këtu në Durrës, diku duke shku për në Volga, dhe një në Tiranë. Dhe duke qenë se herën e fundit ishim këtu në Durrës, i thash Lorit, po ashtu po ikim Tiranë sot. Dhe puna është që unë tani që ulet bëhem gati, se për tu vesh jam vesh, po tani që ulet bëhem gati, po shoh që unë i kam flokët shumë keq, pavarësisht se i kam la pardjena darke. Këto janë yndyros shumë, se e kam flokun nuk e di, e kam të papam për të yndyros. Shumë thonë që është shumë mirë floku i yndyrshëm, sepse është më i shëndetshëm, më i bukur e kështu ashtu, por është shumë më i shpifur gjatë jetës. Dhe unë nuk kam kohë fare të lahem, t'i thaj, t'i rregulloj, po kam një metodë timen që i kap flokët, kur i kam kështu si palara, i kap në një model që nuk më duken fare keq, dhe paka shumë i mbuloj dhe këto pa rregullësit. I kap në dy pjesë kështu, gjysmat e flokëve, në dy pjesë, i rrotulloj pak dhe marr pjesën tjetër këtu që ka ngel, i bashkoj me këto tjerat dhe krijohet një si tip kapje e çrregullt, që e doni çike dhe kjo metodën e vet. Krijohet një si kapje e çrregullt. Dhe mundohem të lëshoj disa fije prap të çrregullta, domethënë. Është e çuditshme sepse kur i kap kot ose kur s'kam hap kamerën, më dalin shumë bukur. Tani që kam hap kamerën, nuk ka shanse. Gjithsesi do t'i rregulloj. Domethënë i bëj shumë të çrregullta. Unë nxjerr dhe ndonjë fije kështu, sepse floku ka shurel këtë gjoka të mirë, si do ta kapësh, edhe pa me një fare t'i kapësh, edhe çrregull fare t'i kapësh, duken bukur. Ndërsa floku i drejt do i çik më shumë perfeksion. Ja, i kap kështu. Zakonisht ndjer dhe një fije tjetër, po për momentin po pëlqej kështu. Vetëm me një fije. Dhe po mendoj të bëj një kap shumë të lehtë, sepse duke qenë se do vishim komplet me zeza, vetëm çantën edhe këpucët do t'i kem pak me ato ngjyrat e tokës, ngjyra kafe, sepse të përdor ato edhe çantën dhe atletet e Alvira Martinit. Po kështu jam vesh me nxeza fare dhe nuk mund të rri dhe pa u lyp tani, se ngjaj keq. Ta heqim këtë fijen për momentin, derisa të pastroj pak fytyrën. Që thoni ju, unë hap vlogun shumë vonë sot, sepse nuk kam pas çfarë t'ju tregoj gjatë ditës. Kam ne gjithë ditën te mami sot. Vetëm kam dalë që vizitum pak gjyshen, sepse pardje kemi shtri në spital. Kemi shtru në spital, sepse kishte luhati e tensionit, dhe e mira ishte të rrinte një 2-3 ditë në kujdesin dhe monitorimin e doktorëve, dhe kemi shku shumë shpesh gjatë atyre ditëve që ta shinim. Dhe kaq, nuk është se kam pas ndonjë gjë t'ju tregoj. Plus që shumë qef nuk kam qenë, se duke pas gjyshen në spital, nuk të bjen shumë e jam e filmu, po shqyqër Zotit, sot ishte shumë mirë, mashallah. Ka ndryshim drastik, sepse kishte pas nevojë patjetër për disa mjekime venoze, dhe kismet Zotit nesër do ta nxjerrim. Po rrin hallat, po flen me nanën, sepse nuk e le vetën normale. Dhe kështu. Thash, hapa i çik vonë, sepse kjo ishte arsyeja që edhe kam qenë e mërzitur prej nanës, po edhe nuk kam pas çfarë t'ju tregoj. Tani me që
jam më e qetë, me që gjysha u bë mirë. Edhe do dalim. Tash t'i tregoj pak të make-upin tim. Kështu 2 minutë që bëj. Më kanë rënë fare që pikat si që shihni dhe nuk besoj se do t'i bëj më, mund t'i bëj nga dhjetori, sepse unë kështu i bëj gjithmonë. Periudhën e vitit të ri dhe periudhën e pushimeve verore. Nuk i bëj shpesh sepse nëse ka një gjë që unë e kam shumë delikate, janë qerpikët. Qerpikë mirë që s'kam fare, po edhe këto që kam, i kam shumë delikat dhe sado që unë i bëj ke më e mira e dursit, me kujdesin më të mirë, prapë nga që jam tip që i fërkoj shumë syt, i kam delikat, i kam alergjik dhe do s'do i dëmtoj shumë. Dhe kam vënë re që i kam këput shumë dhe kismet tani nga dhjetori do t'i bëj. Nuk jam mësua akoma me këto syt kështu pa qerpik, se i bëja goxhat ngarkum dhe u dukshin bukur, si të lyrë gjithë kohës, si perfekt gjithë kohës, edhe tani se si më duket, po nejse, edhe kështu natyral nuk ka problem. Ka dalë i pushur këtu normale, do dalin ai gjo. Nuk ka shanse mos më dali gjo mu. Tani kam të kuptu këto kote fundit që sado që kam fondatina nga më të mirat, sot për sot, kam kuptu që fytyra ime përshtatet më mirë me këtet Maybelline. Është kjo Fit Me. Unë them arsyeja sepse më përshtatet më shumë nga të gjitha është se është shumë e hollë. Dhe fytyra ime, dhe unë si person nuk i droj dot këto gjonat shumë ngarkume dhe shumë të forta në fytyrë. Madje unë për shpirt nuk du të vendos fare fondatin, fare. Po kur bëj make-up, do me thënë i qik më, qa bona. I bona streqet gjithë fondatin. Edhe streqet e reja që dje më erdhën dhe sot për i vesh. Sepse nga që është fresku pak, mendova të vesh streqe. Se me zi e kam prit këtë periudhën e streqeve, me thënë drejtën. Kush mjef e din shumë mirë që unë jam goc, flas për periudhë vjesh dimër. Jam goc streqesh. Kështë disa do qeshi motra ime dhe mame kur të nqoj këtë pjesën dhe ka stilin nuk do t'a fshi. Jam goc streqesh, e thash mirë. Dhe kështu pulovra është gjëra, i kam shumë qef. Jo vetëm tani që jam shnosh, po dhe atyre që kam qenë shumë okej në trup. Kam pas shumë qef këto hudit e trasha, këto pulovrat dimërore, stili i viteve 80 amerikane. Paka shumë veshjet që për shumë kush ka pa filmin Dëgjo kush flet. Po, Dëgjo kush flet. Ai film amerikan që është, nuk e di, është fantastik, besoj se dikush duhet dali këtu që e ka pa, se s'ka mundësi. Unë për ato dhe veshjesh vdes maroj. Dhe paka shumë periudhë vjesh dimër, ashtu vishëm, një palstreqe, një pullover të gjërë, ose një hoodie, një xhupi e lek të gjatë, dhe aksat. Dhe jam shumë rregull, jam shumë okej. Dhe çantën, dhe kështu më të shkoj gjithanej. Tikuru kam pas vesh shumë ndryshe. Për shembull, kam vënë re që unë kam heq fare nga garderoba xhinset. Xhinset nuk i vesh më, sidomos mas jam shnosh, sepse unë mendoj që xhinset duhen vesh kur ke trup, s'po them perfekt, po trup të mirë, jo të kesh bark. Barku nuk ka lezet tek xhinset. Dhe kështu që unë i kam heq fare për momentin, derisa të kthej trupin që kam pas, nuk besoj se do t'i vesh më, sepse jam njëri që du që ajo gjoja që unë do vesh, përveç se të ndjehem mirë, du që mos të risiklet, do më thënë 1-2 mburoj barku, 1-2 të mbuloj ato defektet. Ndoshta shumë prej jush mund të thënë tani Kamila
duhet ta dush trupin ashtu siç e ke, po jo, me thënë drejtë nuk e du trupin kështu siç e kam, që po ju thoja se më mori Lori në telefon dhe u shkëput. T'jem e sinqert me ju, nuk është se më pëlqen trupi siç e kam për momentin, sepse normale unë kam marrë shumë pesh dhe gabimi më i madh është fakti që unë s'kam gjetë atë guximin që kam pas dikur për ta heq, për të heq të kilet e tepërta. Dhe pse të them kot tani që më pëlqen ky trup që kam. Unë kur i shoh fotot që kam qenë me trupin tim, domethënë para se të ngelesh ta xan, them si shkova deri në këtë pikë. Domethënë nuk është se jam në stratosferë, sepse po e bëj veten shumë keq se që jam dhe kam vënë re që në video në YouTube unë dal akoma më shumë se që jam, se në përgjithësi kush më shef live më thënë Kamila, nuk je ashtu siç dukesh në video. Je thjesht e mbushur, je thjesht e shëndosh me lezet. Ndërkohë unë aty nuk e di pse dal aq shumë, po gjithsesi e shnosht jam, nuk është se s'jam. Dhe po ju thoja, kur shoh ato videot, fotot, para se ngelesh ta xan, domethënë, ndihem keq. Po jam shumë e sigurt që do vi shpejt dita që do bëj ndryshimin, do e gjej guximin patjetër, që të shkoj ashtu siç isha. Grupi unë po iki tani, sepse Lori sa po mori në telefon dhe po më pret poshtë. Nuk kam kohë më pra si gjë tjetër përveç se për një laps buzësh tani shpejt, që unë i kam gjithë lapsat të bref. Dhe duhet iki patjetër, nuk do të vonohem më. Neve do shifemi pak pastaj, sepse do mundohem të filmoj diçka, dhe që të flasim më shumë dhe të shifemi më shumë, normale që nesër, kismet Zotit, vetëm të jemi mirë. Ika tani, natën e mirë dhe shifemi nesër. Ja dhe veshja. Super thjesht, po bukur, komod. Përshëndetje nga dita tjetër. Erdha në shtëpi sepse isha te mami deri tani. U çmalla pak me mbesën, se kishte qenë në Gjermani me motrën dhe me kunatin. Kishte marrë malli jashtë mase shumë. Dhe pas që kishte shkuara 1 e ca, tash mami po iki në shtëpi, tigi të gatujnë e i gjose, ja kam varë shumë pjesës gatimit, po nuk di fare se ç'a të bëj. Unë them një nga gjonat më të vështira që ka një gru, një zonjë, nuk e di, një vajzë që jeton dhe rri në shtëpi, domethënë nuk punon, është fakti që duhet të mendojmë për ditë se ç'a duhet gatojmë. Unë tani nuk duhet të qahem dhe mos të flas kot, domethënë sepse nuk është se gatuj për ditë, nuk jam e detyruar të gatuj për ditë, faleminderit Zotit. Lori nuk është tip për shkakun që më bezdis për këtë gjë. Shpesh han dhe jashtë, çunin e kam në kopësht dhe përgjithësi mëngjesin, drekën dhe në një snack e han në kopësht, po kam qef vetë që të gatuj në shtëpi, kam qef që të paktën një vakt ta kem në shtëpi, se si do t'jetë puna, nuk ka si gatimi që bën vetë, sepse nuk po dim se ç'a po hajmë në për këto restorantet jashtë, dhe kam vënë re që jemi bo si Amerika, si Gjermania, që po hajmë shumë jashtë. Është shtu shumë, do të keni vënë re kudo që jetoni, do të keni vënë re që janë shtu shumë këto boltat, këto delivery që janë për ushqime, sepse njerëzit nuk po hajnë më në shtëpi, nuk po ulen. Dhe nuk kanë fajin fakt, sepse kur në një familje të dy, për shumë çifti, të dy punojnë, fëmijët për shumë mund t'i kenë nëpër kopshte, nëpër shkolla, nuk kanë ç'a bëjnë, do hajnë jashtë. Po rasti im për shumë që unë nuk jam punë, e mira është që të kisha gatu të paktën një vakt në ditë. Dhe që thoni ju nuk po di fare se ç'a të bëj. Si gjithmonë domethënë. Nuk është se shumë rrallë kam ide të qarta se ç'a të bëj. Dje po mendoja të bëja një pastiçe, po me
makarona integrale, sepse unë i kam heq fare makaronat normale, nuk para i konsumoj vetëm nëse porosisim jashtë, po në shtëpi nuk ka fare makarona normale. Po të shikoni, unë kam këtë zonën këtu plot me integrale, ja t'ja u tregoj. Ja, këtu mund t'jenë mbi, se ka dhënë mbrapa, mund t'kenë mbi 10 pako që janë vetëm integrale. Po puna është se nuk e di a mund të bëhet pasticcia me makarona integrale. Unë do ta provoj, të dali si të dali, se ndoshta dele mirë edhe e përdorim dhe herë të tjera. Dhe për momentin atë do bëj. Do vej ujë në zjarr që të zihen pak makaronat, veç do bëj qumshin me vezët, me qa duhet domethënë për pasticën. Dhe po mendoj të bëj dhe një supë, që të kemi edhe diçka të lëngshme edhe të ngurtë për të hëngër. Shqyr zotit çuni ma ka qef pasticën dhe makaronat integrale i han, dhe për shembull nga masditja kur të vi, se në 2:30 i vjen, dhe pastaj nga masditja kur të doj që të ushqehet, i jap pasticën në rast se nuk don supën. Sepse edukatorja më tha që sot kishte hëngër gjellë me patate me bisele në kopës dhe më po shumë qefi. Sepse e dim që në këto kohë fëmijët e moshës Odit kanë shumë naze për sa i përket supës edhe gjellës. Po shqyr zotit sot ai kishte hëngër dhe kështu. Pa unë kohë po vazhdoj sepse është ora 1 ca dhe dreka supozohet ishte bo. Dhe unë po e filloj tani. Kam qef të bëj dhe një kek në fakt. Ato kekat që unë bëj gjithmonë zakonshmit. O do ta bëj të thjesht me arra, me kështu me fruta thata ose me banane, sepse sa po bleva disa banane, biles ta marr qesën që bleva. Nuk është të bleva shumë gjona, se Lori s'ka shumë që ka bë furnizimin, po qa më mungon të i mora. Mora këtë pakon e vogël me ilaç dash, sepse kam edhe një tjetër me Ariel. Që thoni ju, unë nuk e kam damen akoma kush është i preferumi im, Dashi, Arieli apo Diksani. Ka raste më pëlqen Dashi, ka raste Arieli, raste Diksani, po këto tre janë të preferumit e mi. Biles pak më shumë janë Dashi dhe Diksani, po që i ndroj, kur më bezdiset aroma e njënës, marr tjetrën edhe nuk kam probleme. Mora një nga këto kasketat me spec të kuq, një me karrot, sepse ato që kisha tek koshi i frigoriferit ishin të pak. Mora këto bananet, 3 banane, edhe një pako me nga këto pafkat për lavastovidje. Këto mora. Dhe nuk e di e keni vënë re, po besoj se gjithë e keni vënë re që janë rrit jashtë masës shumë çmimet. Vetëm këto që shihni ju këtu, këto dyja, bananet. Dhe këto kanë kushtu sa dhashun. Ju të kemë fatuar këtu. Së kanë fatuar. Nuk e di, paguajta diku tek 22.000 lekësh, vetëm për këto. 21.000 ca, 22.000 lekë. Po çfarë bëjmë tani? Kjo po ka ardhur.
autumn, especially the fiery reds and golden yellow. It's different from previous years because I left the big city and came to a small village. There are no fancy streets here, crowded crowds and majestic buildings. Only gently flow the autumn streams, the blowing gently by autumn winds. The autumn scenery stretches on and on. Yeah, only those immersed in a ride of colors, autumn scenery and the village. Feels so wonderful, wake up one lazy morning, make a cup of my favorite latte on lazy afternoon, watching the leaves on the treetops quietly changing their colors and then fall with the wind. Time is so peaceful, the years are so peaceful. Feels as if I've been here, feels as if I've never been here. Is quietly, quietly, everything seems to have happened. Pastica mbaroi, doli shumë e bukur në pamje, sepse vetëm pamje dhe aromën i kam arritur me kuptu, nuk e kam provu akoma, sepse sa po më mori në telefon edukatoja Çunit, më tha Kamila Çuni është çu, dhe unë kam qef që ta marr direkt sa po zgjohet, nuk du ta lej më shumë, sepse më merr dhe malli vet, dhe përderisa është zgju nga gjumi pse ta lej. Kështu që mora çantën, po marr çelësat e makinës, dhe ikim me Çunin. Unë kam marrë komplet aromë gatimi, vi era pastice, po nuk e pasur shumë menjen se holla pak parfum dhe ke mami të shkoja shumë ta, mund të pi një kafe masit marrë Çunin dhe prapë në shtëpi, kështu që tani s'kemi ç'a bëjmë, do vim edhe regatim. Tani para se të dilja nga shtëpia, isha duke pa vlogun e Wenxhit. Besoj se e njihni, e keni iden se për kë po flas. Dhe sa po postoj vlogun e fundit, ku po tregonte që ishte në spital, në maternitet, e kishin vendos stimulant që t'i vinin dhimbjet për të lind Çunin, dhe më kujtoi 100% atë ditën që unë linda Çunin, që vendosen dhe mu stimulant. Më kujton, nuk ka gjë që i kujton ato dhimbjet, ato janë të tmerrshme, po paka shumë më erdhën mend ato lloj dhimbjesh që unë kam kalu. Nuk ka për mendimin tim dhimbje më të keqe dhe më të fortë se sa dhimbja që t'jep stimulanti. Sepse nëse si dini, unë Çunin e kam lind vet në mënyrë natyrale, 100% natyrale, nuk pata as qa është ajo gjylpëra që bëhet mbrapa te shpina që të ndihmon për dhimbjet e rrova emër tani, epidural, po nuk vendosen as epidural as asgjë, madje më shtun dhimbjet akoma më shumë sepse më vendosën stimulant. Dhe nuk e di, domethënë se sa e fortë është femra, se sa arrim ne të durojmë, po çdo gjë ja vlen për fëmin, çdo gjë. Kështu që hyra në Instagram, sepse çuditërisht nuk e kisha në Instagram Wenxhin, hyra e pash, e kishte lind Çunin shqyr Zotit, ishte mashallah shumë mirë dhe më bë shumë qefi. Dhe shpresoj që t'jenë sa më mirë të dy, sepse kjo periudha e fillimit është pak e vështirë, por kalon. Siç ju thash, unë po iki të marr Çunin te kopshti. Dhe do marr mamin telefon pasaj, nëse mami është e lirë të pi një kafe, aty tek lokali jon, okay, nëse jo do iki prapë në shtëpi dhe do shoh nëse këtë vlog do ta mbyll këtu apo jo, apo ta bashkoj me të shtunën dhe të dielën, po kam hall se zgjatet shumë pasaj si vlog, sepse për momentin që po flasim ka shkuar diku ke 26-27 minuta dhe nuk do ta zgjas shumë, po gjithsesi do shohim. Do vide se sasori, po. Erdhi Çuni nga kopshti? Sasori. Ja, tani do vje sasori. 1, 2, 3. Hapu dera shpejto. Shpejto dera hapu. U hap dera.
Ne sa erdhëm në shtëpi dhe siç e pat pasi që ka përfundu, drekën e kam gati, drekën. Tani është ora 3 ca, nuk është më drek kjo, i bjen për darkë, por që diçka e kam në shtëpi dhe do bëj dhe kekun. T'ju tregoj pak skena dhe nga keku, nuk do t'ju tregoj komplet sepse është një kek që bëjmë gjithmonë përgjithësi. Na pëlqen jashtë masë shumë dhe fakti që neve na pëlqen më shumë është se unë përgjithësi asaj nuk i shtoj fare sheqer. Në vend sheqerit i shtoj mjalt dhe banane që kanë atë ëmbëlsirën e vet. Dhe kjo është e mira e këtij keku që nuk ka nevojë për sheqer të shtuar, sepse ka ëmbëlsinë e vet mjalti dhe banania. Do ta bëj shpejt atë dhe ky vlog mbyllet këtu. Ju falenderoj shumë që më ndoqët, si gjithmonë. Jeni shumë të mirë dhe shifoni kismet tek vlogu tjetër që do jetë i fundjavës. Unë sa po të mbyll këtë, do hap tjetrin. Përgjithësi ju mos ikni që tani sepse do shihni kekun, si do ta bëj. Dhe pastaj bëuni gati për vlogun tjetër. Ju puç fort.